shmanjën mërgjimit, duke qëndruar pranë bindjes e vetëm pranë bindjes së vetë, dhe duke ngrënë bukën e nënës së vetë, e jo bukën e nënëve tjera. Me trego ishte vështirë, ajo ujëri në botën poetike, sa male kalore, sa atit bonore. Me trego, ako me vu mundësi, të mbërri atje ku gjindështi. Dikur, me sigurisë ke ditë, as ti të shkruash poezi, e tash po i boton vargjet e veta. Dikur ishte arsimtari im, e tash u bëre poet. Me trego, sa e lumtur jene të vërtet. Të uroj botimin e këtyre poezive dhe shpresoj se vëndet e tjerëve do të na tregosh se si arritën në botën poetike të jetosh. Nga Amir Gjogaj. Është në të ti të klasësh për gjimtari poetike në këtë lëviz, paka shumë të varë për në gjimtari poetike. Opusi letrar i majtësis u pasturua me një vepër mallore të Lulashnik Palushaj që prek në zemër çdo shqiptar të vërtetit. Zemra e poetit e përmbushur plot për plot me atë dashuri, dhe ndjenja poetike ku si frut nga jetë veprën vajtë ndame. Mërgimi ishte fika që atëherë në zemër shqiptarin e vërtet dhe për këtë arsye poeti Mërgimi i kushtoi disa poezi. Sa vështirë është ti kthehesh shpinën e të leut në tregoj poezi, lamtumir, shtekëtimi e të tjera. Vështirësi ti thosh vendinjet, lamtumir, të përqafohesh me nënën që e lënë të gjohet, e babaj kur të thotë. Bijë, vendindin më të haro, vëllau kur të pyet me zemër të flabosur, ku po shkon? Nuk mund të përgjigjet se e mbysën lotë. Të gjitha këto i trajton poeti me shqyrtësi, duke përpiluar vargjet e bukura dhe të rimuara. Në poezi të hiqe, zjarri i sikur të nete, gruri i mbjellur të korret e në kopshte të mbijin lule me e, lule marësie. Ky plau shëruesir i embel, i rëmbyer nga idetë patriotike, pra patriot i vërtet. I vërtet se patriotizmi tregohet me vepra, e shpresoj se kjo vepër nuk do të jetë e vetmja. Dhe veprimtaria poetike të vazhdohet, e majësia të pasturohet me tryte poetike. Tani, ja jap fjallën zotni Vincent Maler. Vetëm 2-3 fjalë, jo përshka i këtë poezis, direkt se përse e thamë, të ritash, përshka i përket gjuhës. Lulashi është për të lëvdruhe, për të ruhe për mëzitër që ka që, për poezi, për të ruhe që përdor, jo djarëve, që tonë para artët e një të kollët të të mëtanë si, në gjura e pranis, përfajtus, veritas ishin veritas ishin përfajtus të rrëndave zyrtare. Rrëndave zyrtare, pjus të ligjë, ligja e keqë e mami me mbaj ligjën e keqë, se nuk se mbaj ligjën e nuk është të vërtet, parimi i pranis që ta. Përse, ligja, kur është e mrafë, është e mrafë. Këtallari, në veri ma pare, këtallari e tjerë në kanë vënue fejë, në kanë vënu gjuhë, në kanë rastavit frikës. Pa e në vështje mërë për mujë. Që me jo me majtë të liqë, shtu të më të punë, politikë, që studiohet
initiale të juha initiale të të por na kem tradit, na kem nuk është dialektike, është juha këtë kem tradit miljetare. Sytë i Bogdanit, buzukët e Bogdanit e cilat të Bogdanit, gjithë kem që nuk është e vërtet, se nuk është e përpunume juha këtë njësën. Në bile pa këtë juhe shkollë, dhe ta shkollë. Por, tu i dash, me interesua vejtit përmendare, të thonë, Enveri, shok të ti për salarje, që ka të ti, dhe kam treti dhe në juhe, të funksionë më shajte, fejë, kujtu të për në rëmën dhe ka rëmukita, gjitha kisa të shëpi, gjitha shabia, shkotët, kompanjinat, binarët, gjitha, kujtu duhet të për shduki fejë, nuk shduke feja, por nuk shduke ta juha. Na, Malësia kem një gjuhë burimore, kem tradit biljeqare, ranina mos përbuhena për para televizionit e për para shkadimet tyre gazetave zyrtare. Me akte me dekreta nuk e sprejna për rëjnë, ma që nuk është që kundra rrë i shkanë, nuk është një gjuhë në është për sotës, nuk është një gjuhë në është poetike të përredanë, thakje për popull, të shkru për popull, për thonë, por për rëj pas, ljudashin që përdojë këtë gjuhën e nënë, e gjuhën e bakë, që ka mësua, në ka mësu me dash, e në nënë dhe jetër. Për këtë gjuhë, thajna, u i përësit e drini, të thonë, mos kujtoj, të thonë, gjuha zyrtare. Kuri, e marrë për shkolla, e marrë për universitet, e ka nërojnë për 24 orë, që ka nërru me dekrete, që ka nërru me nëvejë. Do të dyket, liri e në punë, si kurse se që në lanë kontributin e vetë, në gjuhën e vetë që dhe ma mire ma. Rëgjëna, përërojnë ljuleshin, edhe përësit e gërinim, që të arruaj gjuhën amtare si dritën e syni. Se cili të vlerë, pasunin, toponomastikele, frazeologjine, pasunin e venë. E si të mos përmesura të natën tema të tila, flimet, të danëve të shkollë që të blanët për tonë frazeologjin e venë. Dialektit të trieshit, të votit, të diferenta, për tonë si thot të trieshit, si thot, pasë do të juha atë zenë, juha të më të ma burimore, të të cimën manina dypet me të një shkallë tetrare të tillë, që të poetike, që me pasunu leksikune, me pasunu qashtu, pasunu të juha. E jo, me ka kur për mujtë, të thonë në marë gjuhën e televisionit, të marë gjuhën e të asë marë vesh për janë për shtatë në televizion. Me nëjë se të thonë, ajo, kjo stikeria, po kjesë e bukuroshe, e të Nuk e bërë. Bajda, në gjuhë, tja, shqyp, për ta tonë se shqyp, fjalla shqyp, prej ka vjen, shqyp një shqyptar. Fjalla shqyp dhe më thamë në ka një tja, dhe bojnë tja. Pra në letë lasëm tja, letë lasëm shqyp, e jo një gjuhë, si ka gjuhë mushte. Nuk pjeva e, nuk murën, nuk e të rezultate. E këtu, nuk po të shkërimalat, për rëjë ljuleshtë që shkonë kundër anërymit. Ne gjithë të shku kundër anërymit. Kundër anërymit komunistit, kundër anërymit nacionalistit, kundër anërymit fanatistit. E këto rëmit tjetër që jetë diktatoriale, që jetë antimentare, antikomtare. Në këtë kemi jetu dhe më thonë, Jugoslavi, por, prapë kemë mujtë me zamru gjuhën, me majtë fejë, me rujtë qishën, me rujtë gjabit, me rujtë se cilit, me majtë fejë e vetë, me neruat muaj, por gjuha është një gjitha e cila nga bashkanë. Por gjuha burimore, se cilit më dhamë kontributin e vetë, nga bashkanë. Aksit edhe një ujë gjësore, historike, shkencore gjitha. Pas nuk kam. Që
vazhdim as dëshirë në hymë politik. Dhe të në pak dhe qashtë gjunës një jam marrë dhe në pakta, jo asa ju, por dhe Gjërtarë. Ha? Gjërtarë. Mirë, si të gjërtarë e përre. Një gjënë duke se pojnë nga kroni. Dialektet edhe gjuhë. Gjuha shqipe në sa të më kanë mësuar gjithë. Jo lutem se unë s'kam forca. Ju thatë se nuk ekziston dialekti gejë, por ekziston gjuha gejë. Për mua gjithë shkruan dhe se kam përmon, por gjuha shqipe me 2 dialekte. Nuk ekziston dialekti i Trieshit, i Votit, i Shkodrës, as sesi, por e Polnja, i Trieshit, e Votit, pun tjetër edhe e Stinjës, edhe Kujtëve. Prandaj, unë e përdor ata se gjithë juristët pajtohen. E kam përdor gjithë juristët pajtohen me mendimin që ma mirë është respektohet një di që mos jeti për sotën, se sa kemi një di që nuk e respekton asush. Ishtë komuniste. Në falë. Unë falë. Nuk nashtë me vërë. A respektohet ajo? Sot, kur nuk respektohet? Por a mund tërrohet, isha vëzran, mos kërdohet, mos bimë. Nuk mund tërrohet. Kjo është bimë, besim se nuk respektohet, nuk mund tërrohet. Nuk respektohet, është bimë, barësisë, teori barësisë. Përve, i bimë të grafta, të gërisht familje, ka përëtor të bimë, por është bimë barësisë, jo të përëtor universale. Janë edukuar qështë të njën këtë përëp, nuk e të një të një. Unë të në gjatë. Që të gjithë të thakë, jo. Janë rridia, në të të ka fa profesori. Ka të gazetat, jo, të ashtë, gazetat e profesorët e ka zrajnë të të. Atë binko. Besoj që Vilash Panjushe ju uroj sukseset dhe më të mëdha në lavdrimin e gjuhës dhe në lavdrimin e kulturës dhe në lavdrimin e poezisë. Them se për këtë përmbledhje nuk jam përgatitur, jo pse nuk kam dëshiruar, por dhe gjenja shëndetësore nuk më ka lejuar që të hyj pak më thellë, edhe të kem mundësi, edhe të kënaqem me poezi, edhe të jap veshtrimin tim kritik. Megjithatë, pajtohem me kritikët që i kanë dhënë dytëranat, edhe të tjerët, por deshta se këto në hyrje një polemik në mes të gjuhës, dhe të rrët çështjeve të gjuhës. Shqyqoni, ne gjuhën e njësuar shqiptarët në Kosovë, edhe në Maltezi, edhe në Macedoni, nuk e kanë përqapuar për shkak të komunizmit. Ata duhet ta kemi të qartë. Nuk e kemi përqapuar se kemi dëshiruar që me gjuhë ta ngrisim komunizmin ose marksizmin e tjera. Por kemi përqapuar edhe kemi përkrahur gjuhën e njësuar me qëllim se në të mënyrë do të kontribuoj nëse tepër një kombit të vetë. Një popull, një gjuhë,
gjithkund në botë ekziston në një gjuhë letrare. Italia ka 30 dialekte, por ka një gjuhë letrare, ka gjuhën e Dantes. Prandaj të mos të mashtrohemi, edhe ku është fati më i madh që një popull të ketë një gjuhë të vetë. E vërteta është se dialektet, variantet e të folmeve pasurojnë gjuhën letrare. Nuk do të përkrah edhe pajtohet me Pater Vinkon se gjuhë e njësur letrare kërkon spastrime kolosale. Kërkon ato inkarnacione, kërkon ato kuptime politike të cilat ne kanë fut në gjuhën letrare, kanë fut në kulturën tonë të spastrojnë. Por se nuk ekziston nevoja për një gjuhë të njësur letrare, është mas e përse sigurët dhe këte nuk do në kurkush të bëhoj. Shqiptarë janë përtje për një gjuhë letrare edhe vetë Gjergjishta, kryetari i komisijës, ashtu në kanë quajt, ka qenë për themelimit dhe formimin e një gjuhë letrare shqiptare. Jo. Për lutem, jam për spastrimin, por mos ta hyllim poshtë se e vërteta është ashtu si e një shkenca edhe i din ke mësuar, ata që kanë studiuar gjuhën dhe letërsin, të gjithë intelektualët din se shqiptarët kanë dy dialekte kryesore, dialekti tosk dhe dialekti geng. Këto dy dialekte shkehen njëna me tjetër edhe afrohen edhe kem nevojë që të kemi një gjuhë. Prandaj pajtohem plotësisht që jo ai komisioni gjuhësor në krye me ish edhe të njërë të cilë sot nuk janë ma në jetë, por të afrohen të kryoj një gjuhë të vërtet letrare, bazën e kemi, normat i kemi, kërkojmë një gjuhë të normësuar, një gjuhë të shëndosh, një gjuhë që ka me shpreh mundësi edhe filozofin, etitetin shqiptar dhe mos tjetë gjuha shkak i përçamjeve për zgjanë, ju e dini fare mirë, se në mes të serbëve dhe kroate që 130 vjet vazhdon lufta në mes të tyre dhe sot e kësaj dite ka dalë në shprehje lufta për shkak të gjuhës. S'kemi nevojë një shqiptarë që të zhvillojnë një luftë të tillë dhe të bëjnë përçamje në mes të gegëve, tozve, por të kemi një gjuhë vërtet letrare. Por ai ra vetë në kontradikt, përse jo gjyra letrare dhe janë të edukuar si profesorat tjerë, gjithë kanë qenë, dhe më thënë, i kanë thënë gjallë dhe partisë, i kanë thënë gjallë dhe i kanë dimuar partisë, dhe më thënë, si të mas partisë punë Shqipërisë. Këtë me lojtë me gjuhën letrare, po, dhe më thënë, të i pranu gjuhën e Tiranë, po njësojnë po. Nuk është të vërtet, ajo pa kanë një ideologjie e nrerit, pra pa kanë një rrenë, në rrena, ka rrena tjera. Bena, unë nuk e që ditë të drejtave të tjera që të në sanat e gjyret, të janë të dëkur në ashtë të më tonë pushëm të ka pushëm menen. E me gjithë që ka pushëm menen, a i ka thërë goha, që kjo një tur, kjo një bukurin. A jetë, mani në ka vode për të iti që jetë kemë nevoj,
shqiptisht, gjithë kemë nevojë për një gjuhë të jetuar gjithë do të përpunoj, por jo me shkel gjuhën, domethënë, gjuhën gjelbishte, domethënë, përse gjuhë letrare ka kanë dhe dje, si në Kosovë, si në përshkolla, që ka kanë gjelbishtja, dhe në 72, e Spralina, ashtu ka shtu Gjovani, ashtu ka shtu Qapeja, ashtu ka shtu domethënë, kundra kanë si Gjovani si Qapeja, më të lojtë gjyhtarë, ka si për i kanë shtu domethënë, i kanë asi. Bajna, mos ku, nuk pata, domethënë, me shakë ju, gjyhtarë, të të shakë, të kjo diktatoriale, kjo domethënë cilat, gjyhtarë, kjo domethënë cilat, nuk hinë tu sërë të krasë, sërë janë, një tonë krasë, një tonë krasë drejtë të pasë, se të në kjo neve, se ne bashkuhe. Ne bashkuhe demokratishtë, krasë, se me përstëtan kratishtë, kanë drejtë krasë në folë kjo, ashtu dhe maletes, se me thanë sërbit, kurse janë maletes, komi maletes, stepi maletes, me thanë juva maletes, që të rëtër. Ashtu dhe me që ta kempër, por rrimet me përpunuar liri, rrimet me përpunuar djetar, e jo të më thanë, që t'i vetë në gjusat, gjysë gjusat, që ka të kërë kongres, e djetar tjerë, që vede e gjuvati të ka shutit. Kosova ka prënu, ka shkarë kundra, si a jetë, si a si të dotore ka prënu përnoni, ma, të më thanë, në influksin politik, e në kjo s'ju politike. Politika e të islamaruat, ashtu dytet të dash, por dytet me levdu. Përta e levdua, dure që kjo ka dhënë, i ka shku kundra rrëtë. Kovaj me shku kundra rrëtë. Gjëtë të studi, në përnuat. Por, jo me shku, gjama kovaj të ashtë, kodë reki, kodë rësit të plesin rrëtë, të përë tani bataj, të përë bataj, të përë tani tash, se që përërimu. Ja, si ta, si mund të një, por të dupleta, se në kom, tani e të dukër, me një, me një që të bëtar, por për të rrimu të përtojnë, në për të përtojnë, me kanë ekskluziv. Nuk u të thonë baba, për të thonë babaj, qaqaj, a qaqaj, ku që për qaqaj, a që si ka thonë e veri, a të tjedo kësri. Vali të në. Nuk fillova me qëllim që të jap një vështrim apo koment për mbledhjen, se ndoshta nuk kam thirrje që të bëj kritik, apo për çfarë do përmbledhje tjetër. Mirë po, sepse fjala kritik është një fjalë e madhe dhe të thotë diçka shumë. Mirë po, fillova me qëllim që autori si përgëzoj fillimin me udhën e re poetike. Vetra më erdhi shumë vonë me duar, por për atë se më mbërrini vonë me duar, do të thotë se nuk jam në një shikim të vogël. Duke pas të ditur se sonte do të prezentoj se tu. Andaj edhe kujtore disa titulle të kësaj të mbledhje. Ajo Lamë të mirë, Shpaki, Rajë të ndane, se ashtu e titulohet Vetra, si edhe lotët e nënës të disa të tjera. Ajo që në të vërtet më emocionoi shumë dhe s'mundem pa përmend është sentimi i autorit që të zhduken në disa adetit të erta për vajzat, por për gjë duhet se të krajnë ne të gjithë. Por i mbeti besnike dhe tregimit mbi burrinë dhe prindin e majtorit, dashurinë për çdo pjesë të këtij vendi. Nuk dua të them diçka në shpirtët, mirë po dua të tregoj se me të vërtet ai sonte ndjen vetën të lumtur. Është ai që shpreson një lumturi të edhe më të gjerë, duke menduar se do të botojë edhe vetrat të tjera. Shpresoj se të lumtur do të shoh edhe varg ato shtëri. Qëllimi im i sonte është vetëm që autorit të lëshojnë punë të mbarë, shëndet dhe na uroj edhe libra të tjerë duke dhënë kontribut me krimtarinë letrare,
dhe t'i frymëzoj pilotët e ri që të vazhdojnë punën me këmbgulje për të arritur rezultate të dukshme. Për herë të fundit përshëndes autorin e letrës, antarët e grupit Jehona, si dhe të gjithë juve. Po të përshëndes me lopës në faqe, si me vlezër lulzon në shpres, a thuar gjithë në rësire njera, pari du për mostra të ndosën dhe. Në qofë të dikush nga ju ka që më thanë diçka për lesën të lejmërës tani. Nëse jo, atëherë fjallën ja japën vetë autorit nga Shpalishaj. Muhe me gëzon një qast edhe këtu momental, por me gëzon diçka maj madhe se që do të themë. Gjithmonë jam lutë asaj edhe me thamë edhe të lutëm Zotit s'ka gjanë që në zanë tim të jetë maj artë unë vetë. Sonte ime gjoha disa me knaqet në shpirë restituen sa është fjalla për vajtjet e mija, por është fjalla për aftësin e tyne krijuese që këtu çdo ditë punojnë. Fjallin e kam për grupit letrar Jehona dhe me shpirt i falenderohem për këtë një këpritje si shtëpiat edhe si organizos i kësaj brame. Zemrën që se dita për vete e kërkova tek popull. Jam me ju, jemi me mund. Tradita jonë e cila ndoshta asë dhute ashtë edhe ndërën tjetër ashtë shtirë të shkutën për i saj, e kam fjallën për pesë, për punin, për një pritje tjera. Ne jemi patjum, mund të qërej zonin kudo, se ato visare, më shmume të këtyne kullave, e maleve që ngritën naltë në shpirtin tanë, e trashiguan dhe e trashigojnë edukatorët e sa viteve, mund të them tash 40 vjetë e këndej. Do të thotë çdo mësues, arsimtar apo profesor që e mbajti ditarin, atë që ka pas mundësi, intelekt edhe aftësi e ka rrujt shkrimi, leximi, fjalën e bukur e gjitha. Nuk du me sja shumë, por si shtëpiaku thash, si u pjesë masve të cilët vërtet u ankoj me shpirt se e një shpenzue, si miqve të mi nga vjesha, ju dëshiroj ta njëtën sa ka në vlonë të lumëtun, shumë falemderit profesorit Frank Gjuraj, i cili e ka dhoni me shtrim njaftë të gjanë, edhe ka dhënë rrugë si juese, ashtu francame, mos i marrë me emën të gjithë, selën që duat jetë profesoresha ime e përjetshme, mirë bashkë. Dashur mësafir edhe të ndërë në fund të programit. Autorit të dëshirojnë sukses të si në krimtari, letrare ashtu në çdo aspekt jetësor tjetër. Miru pashim deri në takimet e ardhshme.